Policia kufitare e Vlorës ka shtuar kontrolle në det gjatë sezonit turistik me fokus sigurinë e lundrimit dhe parandalimin e aksidenteve. Përgjatë një patrullimi në gjirin e Vlorës dhe në zonën e shpellës së Haxhi Aliut, efektivët kanë ushtruar kontrollet e imtësishme ndaj mjeteve lundruese, kryesisht gomoneve dhe skafeve. Gjatë aksionit janë verifikuar dokumentacionet e mjeteve, ndërsa drejtuesit e tyre janë këshilluar të respektojnë rregullat e sigurisë, të pajisin mjetet me jelek të shpëtimit për të gjithë pasagjerët dhe të mos lejojnë turistët të ulen mbi tobularet e gomoneve gjatë lundrimit. Kontrollet janë zhvilluar edhe në shpellën e Haxhi Aliut, një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistët. Policia kufitare ka kërkuar që asnjë lundrues të mos qëndrojë me motor të ndezur pranë hyrjes së shpellës dhe të mos futet apo të zhytet në brendësitë të saj, me qëllim garantimin e sigurisë së vizitorëve dhe mbrojtjen e zonës. Shefja e stacionit të policisë kufitare për Triportin, Amarilda Shabani, bëri të ditur se kontrollet do të vijojnë çdo ditë gjatë gjithë sezonit veror për të garantuar respektimin e rregullave dhe për të parandaluar ngjarje në det. Atëherë, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë ka marrë një sër masash për mbarvajtjen e sezonit turistik 2026, duke qenë që jemi në muajin gusht është shtuar numri i fluksit të mjeteve lundruese dhe të turistëve. Policia kufitare del në monitorim të gjithë vijës saj brevetare me mjete lundruese policore si dhe me njësi policore detare që janë jet ski. Sipas saj, vetëm gjatë muajit korrik janë vendosur 32 masa administrative dhe janë bllokuar 32 mjete lundruese për shkelje të ndryshme të legjislacionit detar. Në të dy rastet janë vendosur gjoba prej 500.000 lekësh të rinj, secila për shkelje të rënda. Po, zakonisht, aktualisht që po flasim, vetëm për javën e kaluar janë marrë vetëm nga stacioni policisë kufitare Triport 2 masa administrative për mungesë dokumentacioni në bord. Jemi në shpellën e Haxhi Alis, që është një nga pikat dhe një nga destinacionet më të frekuentuara në qarkun e Vlorës nga turistët. Ku ne kemi marrë masa duke vendosur shërbime policore brenda në shpellë, me idenë që të respektohen hyrjet-daljet, mos kemi incidente, nuk lejohet të lahen brenda ambienteve të shpellës. Këto janë masat që merren nga sezoni turistik. Mesazhi juaj për të gjithë dërguesit e mjeteve lundruese. Mesazhi i policisë kufitare është të zbatohen rregullat e lundrimit në det, të zbatohet kapaciteti i personave në bord, të mos afrohen në zonat e plazheve ku ka pushues. Këto janë mos konsumohet as alkool nga drejtuesit e mjeteve gjatë lundrimit. Policia kufitare u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese të respektojnë rregullat e lundrimit dhe të tregojnë përgjegjësi maksimale, duke vendosur në plan të parë sigurinë dhe jetën e turistëve.